është interesant se këngë më të mira i kom bë të Gurbetit kur s'kam qenë Gurbet. S'kam kujtu se më gjen pranvera, tu i punun edhe na tjera, toka tona i lam të djera, haj moj jetë e zeza. Tash u bë dhe liberalizimi i vizave, apo ju vizitojnë këta prej këtu të ardhat tjetër jo? Kjo është e mira më e madhe që i ka ndodhur Kosovës këto vite, sepse shumë prind kanë pas fëmijë, nipat, mbesat atje, s'kanë mujt me shku me i vizitue përmes telefonit, përmes tash mjetëve të telefonave, smartphone që janë me kamera, me këtu, por tash janë bë mundësit kur dënë shkon e vjen, ka ndodhur një diçka shumë e mirë edhe kanë hjek mallin edhe me dalë me pa botën. Po, po du me të kujtu pak këngën, s'kam kujtu se më gjenë pranvera, se u lidha dhe one, edhe po du me të kujtu pak për fillimet e tua atje sa ka qenë e vështirë nështë ta mu ambientu dhe me vazhdu jetën atjet. Se tani po du mu lidhë të kënga, qysh ka? Është interesant se këngë më të mira i kom bë të Gurbetit kur s'kam qenë Gurbet. Po, këngën nëse nuk e përjeton ti, kur e shkruan, qoftë tekstin, qoftë vjen muzikore, nëse nuk e përjeton, nuk ke arrit me transmetu të publiku atë shpirtin e këngës. Pra do teksti mirë me këngë, muzika e mirë, po dhe interpretimi mi e dhonë ndjenja me këndu me shpirt për me transmetu të publiku me përcjell. Dhe kam pas fatin që publiku i kanë pranuar, shumë këngë të mia i kanë pranuar, një bohite, edhe sot e kësaj dite, para 20-30 vjetë që kanë qenë, prapë vazhdojnë që të kërkohen. Këtë këngë i kam bërë dikun vitin 1994, nëse s'ka bëj, dhe kam pas këngë rezervë. I kisha 12 këngë për album, këta kisha këngë rezervë. Ka qenë një producent, thot, shaq, po du me bo një kolazh, po me jep një këngë. Thash po mërë. E kisha këto rezervë, ja dhash këto, shkova incizova të Valton Beqiri, të kompozitorin Djoftën, edhe aja doli jetë. Pastaj ne mora dhe në album tim atë këngë, unë të më drejtën e kisha këngë rezervët, nuk prit qa diçka nej, po nuk dihet, kur s'dihet publiku çka pranon. Po ajo këngë edhe sot, edhe kanë kënu edhe këngëtarë tjerë, edhe kërkojnë a bën me kënu, këndohet veç ruja autorsinë. Pa, normal. Tash në përdu me kërkuaj, kishe kënu të pak të një strofë që se këngë për neve. Se ku do që shkon qëtin me kënu, sigur të edhe në rrugë me ta ku dikosh ka me thonë. Në këngëtarë të kemë një problem se në duhet mas pak një 10 minuta me këndu për mu nëzhe vokalet. Pa, dy vazhë. A po kënujnë 10 minuta? Po kënujnë 10 minuta në zezë. Dy vazhë për grejsa. S'kam kujtu se më gjen pranvera, tu i punun edhe na tjera, toka tona i lam të djera, haj moj jetë e zeza. A bështet që nuk i nevojti me nëzhe zonin? Ja, kam nevojë. Ja, mirë është halja zoni bil-bil, që ashtu që sheke pas kur jam kohën e vogël e të moj men. Nuk pas ka ndru kur gju. Po, ndoshta vitet e fundit janë më dhe më mirë, se zoni çdo herë përpunohet. Po, edhe i rri gati. Normal, kujdesesh për veten. Po më intereson cilat janë fjalët e mërgjimtarëve në momentin që ndëgjojnë që të këngë, ose e kanë dëgjuar dhe që të kanë thonë ty mas nej. Se normal i ke prejk pak në tela, që tha ti e ka ndjegjë se cili kushdo që ka jetu jashtë, edhe na që s'kena jetu jashtë heq, e kena ndje kur e kena ndëgju. Ka shumë këngë që sarta këndoj më duket si premier, sepse janë njerëz tjerë, edhe transmetohet ai emocioni. Çdo herë është emocion i veçantë që të njerëz të ndryshëm përçohet. Po. Edhe na ndijmë ato. Po tregoj një rast i shumë për vitri, në një restoran, kisha me këndu edhe kishte edhe mërgjimtar, ma kërkun këngën, s'kam këtë një grosh dhej. Ata ishin të i valëzu njerës, tash, a di shka, tash, ma vonë. Prap edhe në kërkesa, tash, kur ti kry këto këngët, t'ullin me pushu njerës, tash, e kënoj. Edhe, tash, faleminderit për atmosferën, tash, ullin e kam një këngë që është pa valëzim.
edhe fillova me kënu, po përmes e kam di si premier. Krejt salla u që në kongë. Aqë bukur e pretën atë kongë, edhe ishte emocioni veçantë ishte. Pa. Se kur e pret publiku të jap emocionin. Pastaj kur e transmeton atë tekstin, muzikën që si duhet, edhe publiku e ndjen ato dhe e shpreh përmes duartërkitjeve. Po, normal, do tani edhe ty të bënë Edhe e ndjeva sikur një premier atë natë ato, edhe pse i kishte 20 vite kongë. Që u dole kongë. Ndoshta edhe më shumë, po.